Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin ton Rrëfime Jete, për të ndarë rrëfimin ton të radhës. Sot do të flas për një letër e cila më kam bëritur në redaksin time, e shkruar nga një nën, e cila është martuar, po Zoti nuk i ka dhënë fëmijë. Ajo sot jeton në azilin për pleq, por ka një nip i cili kujdeset për të, i cili e shikon, dhe ai nipi është duke i bërë një ofertë kësaj nëne. Do të thënë, është një letër emocionuese që më besoni do t'ju emocionoj edhe juve. Përshëndetje Tiranë. Sa e lumtur jam që po ta shkruaj këtë letër ty. Faleminderit shumë. Në fakt, jam e përlotur sepse asnjëherë nuk jam ulur në karike edhe t'i qahem Zotit ose ta dënoj veten pse Zoti mua nuk më dha fëmijë. Përkundrazi, kam qenë gjithmonë falenderuese që kam patur një burr të mrekullueshëm, një burr fantastik, i cili ka ardhur nga një familje e mrekullueshme. Jeta ime nuk ishte e lehtë. Ne të dy fillimisht një herë u ballafaquam me sfidat e vështira të jetës. U martuam shumë të ri. Ai ka qenë 19 vjeç e unë kam qenë 18 vjeç. Prindërit tanë ishin prindër të varfër. Në kohën e Enver Hoxhës ju e dini shumë bukur se si ka funksionuar shteti. Por ne ishim të lumtur. Ndërsa në atë kohë të bëje një martesë të tillë ishte pak edhe e rrezikshme. Por 3-4 vitet e para e mbajtëm martesën e fshehur dhe pastaj kemi vajtur, kemi bërë celebrimin. Burri im gjithmonë më ka mbajtur si një mbretresh. Ai kishte lek, s'kishte lek, dëshirat e mia mi plotësonte. Nuk kishte 8 mars që ai nuk mendonte për të më gëzuar mua. Dhuratat nuk ishin madhore, por ishte një lule. Një lule e cila ishte më e madhe se gjithçka. Një lule që mua më dhuronte jo botën, po më dhuronte universin. Ditët tona ishin shumë të bukura, saqë ne mendonim që jeta nuk do të na ndante kur, sepse na kishte lënë për njëri tjetrin. Por ne kur mendojmë se vitet kalojnë avash, jo. Vitet kalojnë aq shpejt saqë e kaluara të kujtohet thjesht si një fotografi e mjegullt, por vetëm të kalon në përmendime. Dhe pikërisht në moshën kur ne më arritëm pothuajse pleqërinë, nga sëmundja e keqe, bashorti im ndroi jetë dhe unë mbeta vetëm. Pasi unë mbeta vetëm, për të mos bezdisur askënd, unë vendosa që të shkoj në azilin e pleqve, të jetoj në azil. Im shoh që ka një vëlla. Vëllau i tij ka 2 djem dhe njëri është në Itali e njëri në Greqi. Vllau i burrit tim ka ndruar jetë, po ashtu edhe kunata ime. Ato 2 djem, unë nuk mund të flas keq sepse gjithmonë kanë qenë jashtëzakonisht të kujdesshëm ndaj meje. Që në momentin kur unë erdha në azil, djali i madh i kunatit nuk ishte dakord sepse ai pretendonte që unë të shkoj të jetoj me to. Por unë nuk isha dakord vetë. Më dukeshte e tepërt që t'i bëhem bar dikujt, më dukeshte e tepërt që t'ja lëndoj jetën dikujt duke patur mundësitë e mia për të shkuar në azilin e pleqve. Dhe unë ashtu bëra.
Shkova në azil të pleqve. Jetoj këtu pothuajse 6 vite. Kam ndërtuar shoqëri. Kam ndërtuar rreth të jashtëzakonshëm. Këtu ka njerëz të cilët kanë vërtet shumë dhimbje në shpirt. Ka nëna që fëmijët e tyre i kanë harruar se ku i kanë. Ka baballar që nuk e din se a ekzistojnë fëmijët e tyre. Por ka njerëz të cilët jetojnë ende me shpresë që një ditë ajo dera e madhe e azilit do të roket dhe ato fëmijë do të vinë, do t'i takojnë dhe do t'i shohin. Janë njerëz të mrekullueshëm dhe unë shpesh e pyes veten pse këto fëmijë me kaq prindër të mirë, me kaq prindër të edukuar, nuk i duan ato. Por unë tani jam në një hall të madh. Nipi i burrit më kërkon që unë të iki në Itali dhe të jetoj te to. Nusja e tij është e jashtëzakonshme, është shumë e mirë. Ka 2 fëmijë që i ka si dritë. Dhe kërkesa është bërë e përditshme. Pothuajse çdo ditë që flasim në telefon, ato kërkojnë edhe motrat për të bërë këtë ndërhyrje, që të më bindin mua që unë të iki andej. Por unë me thënë të drejtën e kam shumë të vështirë, sepse nuk dua edhe njëherë që të bëhem barë e dikujt tjetër, por është kërkesa e tyre. Ndonjëherë them të iki 1 muaj, 2 muaj, ta provoj se si është. Ndonjëherë them më mirë fare, do iki vetëm për pushime dhe të kthehem këtu. Të kthehem të ri këtu se jam shumë mirë dhe nuk i bëj dëm askujt. Jam në një siklet që doja të marr mendimin e të gjithëve se si duhet të veproj, sepse ndoshta duke dëgjuar më shumë, mund të marr edhe një vendim që realisht mund të më bëhet zgjidhje në jetë. Prandaj dua t'ju dëgjoj ju. Do të thënë, kjo zonjë ka shkruar, ka nevojë të dëgjon mendimin e të gjithë juve, se çfarë vendimi të merr, se si ta merr vendimin e saj. Unë do kisha këshilluar që të shkonte një herë, ta vizitonte si zonë, të shikon nëse ambientohet dot, nëse qëndron dot, sepse të gjitha gjërat në fund ditës janë me ambientime. Një herë është akt për ta vlerësuar, sepse është një akt i veçantë dhe sot në ditën ku ne jetojmë, njerëzit nuk bëjnë kaq vepra të veçanta, dhe pikërisht kjo zonjë mendoj që i ka një shans të bukur që mund të ndryshoj pak atë retron e jetës së saj.